Selina qëndron e ulur në cepin e divanit të madh, në atë shtëpi që për shumë kënd duket si spektakël, por për të në ato momente është kthyer në një hapësirë bosh, të ftohtë dhe të rëndë. Dritat janë të forta, kamerat nuk ndalen kurrë, por asgjë nuk arrin të fshehë trishtimin që i ka pushtuar shpirtin. Lotët i rrjedhin pa pushim, herë të qetë, herë me ngashërime. Dalja e Gimbos ishte goditja e parë. Ai nuk ishte vetëm partneri i saj në jetë, por edhe mbështetja më e madhe brenda asaj shtëpie. Ishte ai që e kuptonte pa pasur nevojë për shumë fjalë, ai që jepte kuraj kur ndjente se po thyej, ai që e bënte të qeshte edhe në momentet më të tensionuara. Kur ai doli, Selina u përpoq të qëndronte e fortë. I buzëqeshi, i dha një përqafim të gjatë, sikur donte të mbante brenda atij momenti gjithë forcën. Por sa po dera u mbyll dhe ai u zhduk nga sytë e saj, diçka brenda saj u këpull. Një boshllëk që nuk mund ta mbushte askush tjetër. E megjithatë, ajo ende kishte Gertën.